Një investigim i publikuar nga prestigjozja britanike The Telegraph ka rikthyer në vëmendje mënyrën se si disa shqiptar të dënuar apo të kërkuar për krime të rënda kanë arritur të sigurojnë azil, dokumente e madje shtetësi britanike duke përdorur identitete të rreme. Në qendër të artikullit është historia e Sokologjës, shqiptarit 50 vjeçar të arrestuar pak ditë më parë në SBA pas gati 3 dekadash arratie ndërkombëtare. Sipas autoriteteve amerikane dhe hetimeve të publikuara nga The Telegraph, Hoxha kishte arritur të hynte në Britani duke u paraqitur në mënyrë rreme si refugjat kosovar gjatë viteve të luftës në Ballkan me këtë identitet fals. Ai përfitoi azil dhe më pas mori edhe shtetësi britanike, por Sokologja nuk është rasti i vetëm. The Telegraph përmend edhe disa shqiptar të tjerë të dënuar për krime të rënda që arritën të sigurojnë dokumente britanike duke pretenduar se ishin refugjat nga Kosova. Mes tyre është Avni Metra, i dënuar për vrasjen e 2 vëllezërve në Shqipëri. Ai arriti të marrë azil e më pas pasaport britanike duke përdorur identitet fals dhe duke pretenduar se ishte refugjat lufte nga Kosova. Më vonë u ekstradua në Shqipëri. Në listë përfshihet edhe Arsimi Murati, i cili arriti të shmang heqjen e shtetësisë britanike, edhe pse kishte fshehur dënimin për grabitje me armë në Shqipëri dhe kishte deklaruar në mënyrë të rreme se ishte nga Kosova. Por një nga rastet më të bujshme mbetet ai i Ilir Kumbaros, ish drejtori i Shikut shqiptar, i dënuar në mungesë me 15 vite burg për rrëmbim dhe torturë të biznesmenit Remzi Hoxha, arriti gjithashtu të hynte në Britani me identitet të rrem. Ai siguroi dokumente britanike, por u zhduk ndërsa ishte në liri me kusht gjatë procedurës së ekstradimit dhe prej vitesh rezulton në kërkim ndërkombëtar. Kumbaros, personi i cili mori pjesë në rrëmbimin dhe zhdukjen e Remzi Hoxhës, e ndoshta i vetmi që e di se ku fshihet kufoma e tij. Shkrimi i ploti The Telegraph. Një vrasës i trefish shqiptar të cilit ju dha azil dhe shtetësi në Mbretërinë e Bashkuar ndërsa ishte në arrati, është arrestuar në SBA. Sokologja, 50 vjeç, iku nga Evropa kontinentale për në Britani, pasi vrau gruan e tij 19 vjeçare në vitin 97 në Belgjik dhe vrau 2 vëllezër në Shqipëri në të njëjtin vit. Ai erdhi në Britani duke përdorur një identitet të rrem, duke pretenduar në mënyrë mashtruese se ishte refugjat kosovar, gjë që i lejoi të kërkonte azil dhe në fund shtetësi britanike. Një kërkim 6 vjeçar nga policia që shtrihet në 2 kontinente ka rezultuar në arrestimin e Hoxhës, i cili ka qenë subjekti 2 njoftimeve të Interpolit për 3 vrasjet. Ai u arrestua në Kettering të Ohio's. Mbretëria e Bashkuar i dha azil Hoxhës duke përdorur identitetin e tij të rrem. Ai kishte udhëtuar në SBA në vitin 2012 duke përdorur pseudonimin për ta mbajtur sekret identitetin e tij të vërtet për 14 vjet të tjera. Hoxha u dënua në mungesë me 25 vjet burg për vrasjen e 2 fish të vëllezërve në Patos të Shqipërisë. Ai dyshohet se ka vrarë gruan e tij 19 vjeçare pasi ajo refuzoi kërkesat e tij që të bëhej prostitut. Agjencia Kombëtare e Krimit dhe Ministria e Brendshme kuptojnë të kenë qenë të përfshira në hetimin 6 vjeçar, duke ndihmuar në përcaktimin e lëvizjeve dhe statusit të tij të imigracionit, pasi ai u transferua në Britani dhe jetoi atje për të paktën një dekadë. Ai nuk është i vetmi shqiptar që ka marrë një pasaport britanike duke përdorur një emër të rrem. Avni Metra, i cili vrau 2 vëllezër përpara se të vinte në Mbretërinë e Bashkuar, ju dha azil dhe më pas një pasaport duke përdorur një emër të rrem, pasi u shtir si refugjat lufte nga Kosova. Ai u dënua me 25 vjet burg në mungesë dhe përfundimisht u ekstradua në Shqipëri. Arsim Murati, 46 vjeç, apeloi me sukses një përpjekje të sekretarit të Brendshëm për t'i hequr shtetësinë, pasi ai deklaroi në mënyrë të rreme se ishte kosovar për qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar dhe nuk tregoi se kishte vuajtur një dënim të gjatë me burg për grabitje të armatosur në Shqipëri. Afrim Sinani, i cili u dënua me 20 vjet burg për vrasje në Shqipëri, erdhi në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 1998 duke kërkuar azil si refugjat nga Kosova. Në emrin e rrem Afrim Pulaj, pas një betejë të gjatë ligjore, ai u ekstradua në Shqipëri në vitin 2010. Ilir Kumbaro, një ish drejtor degi i shërbimit sekret shqiptar, u dënua në mungesë me 15 vjet burg për rrëmbimin dhe torturimin e një biznesmeni, konkretisht Remzi Hoxhës. Edhe ai erdhi në Mbretërinë e Bashkuar duke përdorur një emër të rrem. Ai siguroi një pasaport, por u zhduk ndërsa ishte në liri me kusht për ekstradim dhe nuk është gjetur kurrë.